Pyetja e radhës është, ndoshta pak e vjetër, thotë se është më mirë të falim me tekbir apo pa tekbir, duke ngrit gishtin në ekteriat apo duke mos e ngrit gishtin. Një shtellim, se thot Pici, po ndodhin përçarje, një shtellim në kësaj çështje. Bismillahirrahmanirrahim. Neve duhet kem parasysh se cilat janë argumentet bazë të fesë islame, ajo është Kurani dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket mëdhëbeve në islam, ato janë vetëm mjet për të arritur deri te kuptimi i fesë. Pra, mëdhëbet nuk janë gaje, nuk janë qëllim, por janë mjet. Dhe në momentin domethënë që një mëdhëb i caktuar në një mesele ka qenë më i dobët në argumentim se dikush tjetër, se mëdhëbi tjetër, apo ka argument që me vepruni një sunet, por në atë mëdhëb nuk është përmend ajo, atë neve marrim hadithin edhe nuk e marrim fjalën atij dietari, duke mos e nënçmuar dietar, duke ndëru, duke respektu, pa marrë parasysh si e ka emrin, edhe kush është. Prandaj kemi fjalët e gjithë imamëve, prej tyre Abu Hanifa rahmetullahi alayhi, i cili thotë nëse fjala ime është në kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hudheni fjalën time për muri dhe merreni fjalën e Resulullahit sallallahu taala alaihi wasallam. Pastaj fjala tjetër askujt nuk i lejohet që të merr nga fjala ime asgjë pa ditë se un ka marr, ka është burimi im. Andaj edhe sikur të ishin kon gjalla, ata dietar, Allahu mëshiroft, padyshim se do të na kishin këshilluar neve që më kap për Kur'an dhe Sunet. Edhe pse edhe unë jam i mendimit se gjithkush nuk mund me kuptu Kur'anin dhe Sunetin, por kur të na qartësohen gjërat, kur të na qartësohen, atë neve themi se duhet të marrim Kur'anin dhe Sunetin. Këne me kuptu se neve fanatizmin duhet ta largojmë. Fanatizmin mëdhëbor, se kjo po na shkakton shumë telashe, probleme dhe shpesh po ngecim. Ja, kjo pyetje është një prej ngecjeve që na akoma po do të më marr me këto gjëra që po ndash me Ilan para 1000 viteve mbrapa shpinës. Por duhet më marr akoma me këto, nëse nuk merrem unë sot, do të merret dikush në xhami. Në i ri me një plak do të ballafaqohet ose me një dikant tjetër. Prandaj ne themi se e dim se në vendet tona nuk praktikohet falja me tekbira apo lëvizja apo mbajtja e gishtit të ngritur në të shahud, por se kjo nuk nënkupton se nuk ka argumente për këto. Është vërtet, andaj themi neve se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar këto dhe nuk ka argumente se pejgamberi alayhi salatu wasalam është fal pa tekbire. Por edhe nuk mund të themi se këto janë farz, edhe në anën tjetër. Pra ta gjejmë një mesatare si duke ja shpjeguar popullit, duke mos bërë përçarje, por duke i praktikuar maksimalisht, sa të kemi mundësi, edhe duke ja sqaruar popullit ton. E kjo bar numër 1 i bie hoxhallarëve, që më shpjegoi popullit mos milan ignoranta xhamatin e vet. I falet që 40 vite, akoma kur e shet dikon që e lëviz gishtin namaz, e konsideron ata si një sekt ose si çafer udhë billah, ose i shitën ose i blem me parë etj. Pra imamit bara, e dyta pasaj xhamati si të vjetër ashtu edhe të rit duhet të kenë mirëkuptim mes vetë, pse? E shenit vjetër që i bërtet një triut në xhami pse falet me tekbire. A djali që atit vjetrit nuk është hiç në xhami. Ose kundërta e sheh një tri që i thot një plakut se namazi yt s'ka vlet 40 vite që ka e fal, 50 vite, 60, s'ka vlet hiç se ti e fal pa tekbire. A nuk e kqyr babën e vet që hiç se ka në xhami, ai djali i ri. Pastaj ka harru sa i plaku në komunizëm është fal, në komunizëm ka agjëru. Neve kemi, domethënë, rastin e një vëllaut musliman që tregon për axhen e vet, i cili në kohën e komunizmit ka qenë avokat. S'ka mund ta fal gjumon në Prizren. Atëherë ish Jugosllavia ka qenë akoma. Çka ka bë? Çdo javë për 3 vite me radhë ka ardhur ka fal gjumon në Shkup, këtu te ju. Vetëm me ik, domethënë, asaj që mos më ira ata, domethënë ndyshime edhe në sy mos më ira aty në kall, këtu e ka falë, pse ka pas xhami atje. Domethënë, çiftit atij tash më thon se nuk tu ka bën namazi kabull se fal pa tekbire, kjo nuk ka rregull. Pra ta xhem në mesatare, ama a duhet falmi, duhet falmi. Kjo është sunet. Sunet duhet t'ja shpjegojmë popullit. Andaj pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është xhairi. Edhe kështu që them unë që parimisht duhet të falmi me tekbire, duhet të domethënë ta lëvizim gishtin namaz, por nëse kjo na krijon përçamje momentale, neve domethënë duhet t'ja shpjegojmë popullit, duhet të merremi me vetëdijsimin e popullit pa përçamje, pa armiqsi etj. Allahu e din më së miri.